Sezoni turistik ka rritur numrin e automjeteve që lëvizin në rrugët që përshkojnë qarkun e Lezhës, duke krijuar trafik të rënduar dhe shpeshherë kaos në lëvizje. Fluksi i cili pritet të jetë gjithnjë në rritje ka vënë në lëvizje autoritetet ku për të menaxhuar më mirë qarkullimin dhe për të krijuar lehtësi në lëvizjen e qytetarëve dhe vizitorëve, Bashkia Lezhë ka ndërmarrë disa masa që kanë hyrë në fuqi prej datës 1 qershor. Me urdhër të bashkisë është ndaluar qarkullimi i mjeteve të tonazhit të rënd në zonat turistike gjatë të gjithë sezonit veror, ndërsa automjetet që furnizojnë njësitë e shërbimit do të lëvizin vetëm gjatë orëve të natës. Për të reduktuar ngarkesën në qendrën e Shëngjinit janë hequr edhe parkingjet anësore përgjatë rrugës kryesore. Një ndër masat për mbarvajtjen e sezonit turistik në Shëngjin ka qenë edhe marrja masave për pengimin e mjeteve të tonazheve të rënda për qarkullimin nga 1 qershori deri në shtator. Mjetet e rënda janë të bllokuara, nuk lejohen në mënyrë kategorike, gjithashtu për mjetet e furnizimit të bizneseve janë lënë orare të veçanta gjatë natës. Nënkryetari i Bashkisë Lezhë, Fatjon Zefi, bën të ditur se po punohet më koordinim dhe me pronarët privat për të kthyer pronat e tyre në hapësira parkimi me qëllim përmirësimin e situatës së trafikut dhe ofrimin e më shumë hapësirave për vizitorët. Kemi bërë lirimin e rrugës Nën Tereza, që është nga Lapidari deri tek porti. Në të dyja anët i kemi hequr komplet parkingjet, i kemi fshirë vizat, kemi bërë pastrimin e rrugës dhe shpresoj që kjo do të ndikojë pozitivisht në qarkullimin dhe lëvizjen e mjeteve. Jemi në marrëveshje me disa pronar të tokave që i kanë në dispozicion, pra që i kanë pas zëna, që ju kemi dhënë mundësinë që atyre që të fillojnë të orientohen për të zhvilluar si parkingje private. Gjithashtu, përveç këtyre masave kemi edhe shëtitoren kryesore që pengohet komplet qarkullimi. Këto masa të ndërmarra nga Bashkia Lezhë në koordinim me policinë synojnë të garantojnë lehtësim në lëvizje në zonat turistike të Shëngjinit dhe Tales.